Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Nuk e mbaj mend saktësisht kur fillova të ndjej veten të vetmuar brenda martesës time. Nuk ka qenë një moment i vetëm, por shumë çaste të vogla që u grumbulluan pa zhurmë, si pluhur mbi mobilje që nuk i fshin më askush. Në fillim ishte me ato netët kur kthej i lodhur dhe më puthte në ballë sikur të isha fëmijë dhe jo gruaja e tij. Pastaj ishin mëngjeset kur zgjoi pranë meje, vishej shpejt dhe ikte pa më parë fare. Unë mbeta në shtrat, duke vështruar gjurmën e trupit të tij në jastëk dhe duke pyetur veten pse ajo afërsi që dikur na mbante zgjuar deri vonë ishte shndërruar në një detyrim pa shpirt. Më mungonte ajo ndjesie të qenit të dëshiruar, jo thjesht e pranuar. Më mungonte ai vështrim që të bënte ndihesh e bukur pa pasur nevojë të thuhet asgjë. E mbaj mend veten duke bërë përpjekje të vogla, visha rroba që e dija se i pëlqenin, rregulloja flokët ndryshe, i afrohesha me një buzëqeshje që më dilte gjithnjë e më e lodhur. Ai i vërente, por nuk i ndjente. Ishte aty, por jo me mua. Çdo herë që shtriheshim pranë njëri tjetrit, ndjeja sikur po afrohesha me dikë që nuk më njihte më. Fillova të dyshoj tek vetja, te trupi im, te feminiteti im. I thosha vetes se ndoshta kështu janë martesat pas disa vitesh. Ndoshta pasioni është luks për të rinjt, jo për gratë që ndajnë jetën, faturat dhe përgjegjësitë. Por brenda meje kishte diçka që refuzonte ta pranonte këtë si normale. Unë nuk doja perfeksion, doja prani, doja ngadalësi, të ndihesha e parë, të ndihesha grua, jo si një pjesë e mobilimit të përditshëm. Dhe sa më shumë heshtja, aq më shumë humbisja zërin tim të brendshëm. Kur flisnim, fjalët e mia shpesh binin në tokë pa jehon. Ai thoshte se donte familjen, se gjithçka ishte në rregull, por unë mendoja më gjatë. Dhe ndoshta kishte të drejtë ai, por unë vazhdoja mendoja shumë sepse ndjeja pak. Mungesa e ndjesisë të shtyn të analizosh çdo gjë. Më e dhimbshmja ishte se fillova të ndjej veten fajtore për dëshirat e mia, sikur po kërkoja diçka të padrejtë, sikur isha egoiste. U mbylla në vetvete dhe u tërhoqa. Në atë tërheqje u largova edhe më shumë nga ai, edhe pse trupi ishte ende pranë. Një natë pasi ai ra në gjumë, unë qava pa zë. Jo për ndonjë debat, jo për ndonjë fjalë të rëndë, qava për atë që nuk ishte thënë kurrë, për gjithë afërsinë që nuk ndodhi, për veten time që po më rrshiste nga duart. Atëherë kuptova se nuk mund të vazhdoja kështu. Qëndrimi im nuk ishte durim, por ishte dorëzim. Dhe unë nuk doja të dorëzohesha nga jeta ime emocionale. Nuk doja të shndërrohesha në një grua që jeton duke pritur, duke shpresuar se një ditë dikush do ta shoh. Vendimi për t'u ndarë më trëmbi. Ishte i rënd, i mbushur me faj, me frikë, me pyetje pa përgjigje, por ishte i ndershëm. Nuk po largohesha nga ai për të gjetur dikë tjetër, po largohesha për të gjetur veten. Kur ja thash, pash në sytë e tij habi, pastaj dhimbje. Më dhëmbi edhe mua shumë, por për herë të parë pas shumë kohësh nuk po gënjeja, as veten, as atë. Po flisja nga një vend i thellë, i lodhur, por i sinqert. Sot jam ende duke mësuar si të jem vetëm. Ka ditë që më mungon rutina jon, siguria, zëri i tij në shtëpi, por ka dhe ditë që ndihem më gjallë, më e pranishme në trupin dhe mendjen time. Dhe kjo për mua vlen më shumë se çdo kompromis që më bënte të humbisja veten. Sepse në fund ditës kam mësuar se dashuria pa intimitet bëhet zakon, dhe nuk dua të jetoj si zakon, dua të jetoj si një njeri që ndjen. Nuk e mbaj mend saktësisht kur fillova të ndjej veten të vetmuar brenda martesës time. Nuk ka qenë një moment i vetëm, por shumë çaste të vogla që u grumbulluan pa zhurmë, si pluhur mbi mobilje që nuk i fshin më askush. Në fillim ishte me ato netët kur kthej i lodhur dhe më puthte në ballë sikur të isha fëmijë dhe jo gruaja e tij. Pastaj ishin mëngjeset kur zgjoi pranë meje, vishej shpejt dhe ikte pa më parë fare. Unë mbeta në shtrat, duke vështruar gjurmën e trupit të tij në jastëk dhe duke pyetur veten pse ajo afërsi që dikur na mbante zgjuar deri vonë ishte shndërruar në një detyrim pa shpirt.
Më mungonte e ndjesie të qenit e dëshiruar, jo thjesht e pranuar. Më mungonte i vështrim që të bënd të ndjesh e bukur pa pasur nevojë të thuhet asgjë. E mbaj mend veten duke bërë përpjekje të vogla, visha rroba që e dija se i pëlqenin, rregulloja flokët ndryshe, i afrohesha me një buzëqeshje që më dilte gjithnjë e më e lodhur. Ai i vërente, por nuk i ndjente. Ishte aty, por jo me mua. Çdo herë që shtriheshim pranë njëri tjetrit, ndjeja sikur po afrohesha me dikë që nuk më njihte më. Fillova të dyshoj tek vetja, te trupi im, te feminiteti im. I thosha vetes se ndoshta kështu janë martesat pas disa vitesh. Ndoshta pasioni është luks për të rinjt, jo për gratë që ndajnë jetën, faturat dhe përgjegjësitë. Por brenda meje kishte diçka që refuzonte ta pranonte këtë si normale. Unë nuk doja perfeksion, doja prani, doja ngadalësi, të ndihesha e parë, të ndihesha grua, jo si një pjesë e mobilimit të përditshëm. Dhe sa më shumë heshtja, aq më shumë humbisja zërin tim të brendshëm. Kur flisnim, fjalët e mia shpesh binin në tokë pa jehon. Ai thoshte se donte familjen, se gjithçka ishte në rregull, por unë mendoja më gjatë. Dhe ndoshta kishte të drejtë ai, por unë vazhdoja mendoja shumë sepse ndjeja pak. Mungesa e ndjesisë të shtyn të analizosh çdo gjë. Më e dhimbshmja ishte se fillova të ndjej veten fajtore për dëshirat e mia. Sikur po kërkoja diçka të padrejtë, sikur isha egoiste. U mbylla në vetvete dhe u tërhoqa. Në atë tërheqje u largova edhe më shumë nga ai, edhe pse trupi ishte ende pranë. Një natë pasi ai ra në gjumë, unë qava pa zë. Jo për ndonjë debat, jo për ndonjë fjalë të rëndë, qava për atë që nuk ishte thënë kurrë, për gjitha fërsinë që nuk ndodhi, për veten time që po më rrshiste nga duart. Atëherë kuptova se nuk mund të vazhdoja kështu. Qëndrimi im nuk ishte durim, por ishte dorëzim. Dhe unë nuk doja të dorëzohesha nga jeta ime emocionale. Nuk doja të shndërrohesha në një grua që jeton duke pritur, duke shpresuar se një ditë dikush do ta shoh. Vendimi për t'u ndarë më trëmbi. Ishte i rënd, i mbushur me faj, me frikë, me pyetje pa përgjigje. Por ishte i ndershëm. Nuk po largohesha nga ai për të gjetur dikë tjetër, po largohesha për të gjetur veten. Kur ja thash, pash në sytë e tij habi, pastaj dhimbje. Më dhëmbi edhe mua shumë, por për herë të parë pas shumë kohësh nuk po gënjeja, as veten, as atë. Po flisja nga një vend i thellë, i lodhur, por i sinqert. Sot jam ende duke mësuar si të jem vetëm. Ka ditë që më mungon rutina jonë, siguria, zëri i tij në shtëpi. Por ka dhe ditë që ndihem më gjallë, më e pranishme në trupin dhe mendjen time. Dhe kjo për mua vlen më shumë se çdo kompromis që më bënte të